rëndësishme janë këto mjete lëvizje në krahasim edhe me bicikletat apo me motorët? Po këto janë mjete shumë të rrezikshme edhe nga konstrukti i tyre. Këto kanë një rrotë shumë të vogël, e cila kur bie në një grop mund ta jo kjo të përmbys, sepse diametri i rrotës tyre është i vogël. Rrota e bicikletës e kalon këtë, rrota e qerrës e kalon. Sa më madhe rrota ka kollaj gropën. Këto se kalojnë dot për rrjedhoj këto përplasën dhe ai që përdoruesi i tyre dëmtohet. Por veç kësaj, kjo ka një gjë shumë negative sepse kjo tash kanë filluar ta ndjejnë si sport. Edhe kanë filluar të lëvizin fëmijët e vegjël me këto monopatina, bëjnë gara, bërtasin, rrugë, po ti përshëres, unë i shoh, hypin 2 veta në këto dhe thyrë rregullin, dëmtojnë për vete, po dëmtojnë edhe të tjerët. Kjo është e papranueshme që ne të jemi në këtë gjendje. Dhe një dukuri tjetër që është shumë negative është se ne kemi 2 standarde. Një standard për një njeri që ka një makinë të zakonshme, i cili duhet të ketë një leje për drejtuar mjetin, dhe ky njeriu tjetër që përsëri dhe ky drejton një mjet, sepse dhe ky mjet është mjet lëvizës, ky nuk ka leje drejtimi. Pra ky duhet të ketë leje drejtimi. E para dhe dyta duhet të ketë moshën. Nëse ky nuk ka një moshë 18 vjeç, nuk duhet të përdori këto monopatinat, sepse kodi rrugor është ndërtuar nga psikolog, dhe kjo është praktikë botërore, nuk është e jona, që njeriu kur shkon në moshën 18 vjeç piqet. Dhe ne po ta kthejmë jetën tonë mbrapsht, kur kemi qenë 16 vjeç kemi bërë goxha gabimet që tash si bëjmë, po të na thonë tani nuk i bëjmë. Pra, sakt fare truri formohet plotësisht deri në të 25-tat. Kështu që do hente që të vjen në vdekje flasim për këtë pjesën e kësaj. Zyrtarisht 18 vjeç. 18 vjeç quhet i pjekur që është i maturuar që bën veprime të tilla. Mirë, po ne nuk kemi akoma kulturën e dur. Po e shpjegojmë me Gjermaninë. Në Gjermani kur bën fëmijët që kanë 10 vjeç, shkojnë dhe i marrin provë dhe i japin një leje drejtimi për sheshe pedonale në sheshe pedonale me bicikletë. Pra për bicikletën marrin leje drejtimi? Në sheshe pedonale, ndërsa këtu tek ne, për shembull prindët i lëshojnë fëmijët në rrugë, po në rrugë ka drejtues mjetësh që mund të kenë përdorur pije alkoolike, ka automjete me meta teknike. Ka shumë rrezik dhe nuk mund të lëshosh një fëmijë që nuk ka pjekurinë e tij ta lëshosh në rrugë me bicikletë. Plus pasaj që nuk kanë mjeta mbrojtëse. Nuk vendosën skafandra mbrojtëse. Shumë rrallë në fakt me skafandra, është e vërtet kur i përdorin këto të lëvizë. Se këto kanë hyrë si anar, si me thënë, kanë hyrë si kontraband, këtu dhe këtu. Por fakt duhet jetë e detyrueshme, apo jo? Vendosja e skafandrës në kokë. Po duhet jetë e detyrueshme dhe të gjojë një ditë debat një qytetar me policin. Polici thoshte ti duhet vendosë skafandra, ai thoshte pse duhet vendosë skafandër unë. Edhe unë po qesha, më thonë pse qesh, i thashun se ky nuk e kupton që ka vetëm jo jetën e tij, po ka ky shqetëson familjen nëse ky do të bjerë me kokë. Sigurisht. Se nuk i dihet fundit të jetës se ku mund ta përsoj. Dhe ana tjetër është paguajmë dhe ne lek për këtë, sepse ky do shkojë në spital, ka një kosto, ka kosto ambulanca, ka kosto infermier, ka amortizim krevati, ka medikamente mjekësore etj që mund shkojnë kosto lart. Pse do të kryejmë ne gjëra të tilla shoqërisë? Kështu që në këtë aspekt, këtë do të parë në të gjithë këndvështrimet, duhet parë dhe duhet standardizuar. Cila është shpejtësia mesatare që lëvizet me një mjet të tillë dhe cila është ajo maksimale e cila mund të arrihet me këtë mjet, që të kuptojmë pastaj edhe se sa lehtë mund të preket rreziku. Po, këtu ka një gjë që ato vende që kanë lejuar, disa vende kanë mbyllur. Nuk kanë bërë se këto bën me studime, nuk bën se çfarë them unë. Në mbaj mend para disa vitesh kishte protesta të pafund në Paris pikërisht për e kanë mbyllur francezët, francezët e kanë ndaluar. Ka disa shtete që kanë ndaluar, po këto bën me studime. Pra duhet edhe këtu të bëhet një studim, thuhet sa veta kanë shkuar në spital, ajo shifra që keni ju 640 veta, duhet parë çfarë kosto i ka sjellë shoqërisë, çfarë pasojë ka sjellë, sepse kur smuret një fëmijë gjithë familja është në spital. Pra gjithë ata, për shumë prindë atyre djemve që janë dëmtuar e ditë, gjithë ata janë gjendje alarmi, shkojnë punë. Po, me fjalë ka një dëm gjithanshëm, ka në psikologjike, me fjalë ka shumë element vetë që mos bëhem edhe unë si psikolog. Pra, duhet parë në këtë këndvështrimi. Po, aty do dalë. Pra, ne, këto mjeta na vijnë të pakontrolluara. Realisht, ato shtete që kanë lejuar e kanë të regjistruar deri 25 km/h. Këtu tek ne ka mjetë edhe 80 km/h nga këto, se këto i marrin i modifikojnë. Pra hapet ajo. 80 km/h me monopatin? Po, hapet,
edhe e marrë në registroj që të eci sa doj. Është me jetën tënde pa pikë përgjithësie. Po me pa pikërisht, po ka nga këta... Janë të rinj. Janë këta të aventurës. Këta të aventurës e kanë kështu që bëjnë aventurë, duke sigur po bëjnë, unë kam parë duke i ka dhe për Durrës me monopatin. Jeri shkon me monopatin për Durrës, unë si kuptoj dot. Pra, ata janë hallegji, që nuk kanë mjetët tjera, nuk e di për që shkaqesh i përdorin, se nuk mund të asho. Por kjo kërkon standardizimi, kërkon të rregullat caktuara. Dhe këto duhet patjetër të kenë një leje drejtimi. Pra unë të lejoj të drejtosh mjet, sepse nuk mundet që ti drejton këtë mjet, vën rrezik jetën tënde, vën rrezik jetën e tjerëve, i pret rrugën të tjerëve, hyn në trotuar, zbret nga trotuari, ndërpret vjet e kalimit këmbësorëve. Mund të implikosh edhe shumë të tjerë pa dashjen e tyre, apo jo? Ti bësh pjesëtar të një aksidenti të mundshëm, apo jo? Po pikërisht, prandaj edhe duhet të shqetësori. Unë kam parasysh. Shqetësia që të kaluar besoj unë është një nga papërgjegjësitë më të mëdha në këtë rast dhe diçka që duhet monitoruar me patjetër, apo jo? Po shpejtësia, manovrat që bën, manovrat janë shumë të rrezikshme, se këto manovrojnë ata që se lozin, faktikisht edhe për grup moshën që kanë, ju duket lojë atyre. Ne që kemi jetën pak të kontrolluar, ne e dim që edhe kur zbresim me shkallë, zbresim me kujdes. Pra, kështu është kjo, duhet patjetër që në Gjermani, kur u bë kampionati botror, ushtuan shumë biçikletat. Se nga që kishte shumë automjete, ushtuan biçikletat për shpejtësi, për të kryer punët e tyre, siç bën edhe Shqipëri. Dhe atëherë Parlamenti Gjerman u mlodh dhe këtë bëri. E ndryshoi ligjin dhe tha po, ai që do të bëjë kundërvajtje me biçikletë, do të hiqen pikë nga patenta. Pra, masat shënguese do të jenë gjithanshme, se ka nga ata që thotë, unë e përdor këtë thotë sepse kjo s'ka targ, nuk më gjobit polici, e parkoj ku dua, hypi në trotuar, s'kam përgjegjësi, pra dhe merret të drejtën e keqe të problemit. Prandaj në këto kushte të thoshe që kjo është e nevojshme dhe domosdoshme që kjo do të dali një ligj që ti fusi. Duhet flitet më shumë për këtë. Duhet flitet publikisht, sepse në fakt me njëri tjetrin unë besoj se ka njëri që s'ka komentuar njëherë një skuter elektrik apo një monopatin që ka kaluar si shigjet në krah, edhe ka rrezikuar për një moment ndonjë aksident të mundshëm, sepse mund të ndodhi pa pritur pa kujtuar. Po për sa i përket sinjalistikës, duhet edhe këtu të mendohet diçka e posaçme për to, si mendoni? Ato janë mjetet që qarkullojnë, duhet patjetër të zbatojnë rregullat si gjithë të tjerët. Prandaj dhe insistoj unë që ato duhet të kenë leje drejtimi, se ai nëse s'ka mësuar lejen se si drejtohet, ai nuk e kupton që kush është sinjali i tij, kur duhet kaloj, ku janë vjet e kalimit këmbësorëve, vendet e kalimit këmbësorëve, ai nuk i di. Edhe kalon kështu se. Për përdorimin e motocikletave për shembull, tek ne deri në ç'volum të motocikletave nuk kërkohet leje qarkullimi. Është bërë gabim ajo, po s'ke çaj bën. Shteti, parlamenti ka bërë gabim, kam qenë komision e ligjeve unë. Ju kam thënë nuk duhet bërë kjo. Dhe kam shpjeguar me rast. Deri 125 kubik, ata mund ta përdorin një njeri që ka leje drejtimi, pra një person që ka leje drejtimi të klasit B të automobilit, të veturës, mund të përdorë këtë vetëm të ketë moshë kriterën e moshës që të jetë mbi 22 vjeç. Por kjo nuk është normale. Dhe unë kam thënë në komision atyre. Por ne kemi gabime që bëjmë gabime, por gabimet më madh kemi që nuk e korrigjojmë gabimin. Pra, parlamenti duhet të ishte mbledhur, sepse ka shumë të vdekur me motocikleta dhe shumë të tjerë që janë plagosur. Pra duhet të mlidhet, thotë, ore, e kemi bërë në këtë ligj, po ç'a efekti ka pas? Efekt pozitiv. Dakor, ta lëm. Ka pas efekt negativ. Ta korrigjojmë, ta heqim. Pse? Se do të thashë atyre, vjen një nga Maja Malit, atje ka banuar ai tërë jetën çoban, vjen në Tiranë. Merr patentën e makinës. Po motocikleta është gjë tjetër. Motocikleta duhesh art, duhesh të palosësh, të kalosh, të manovrosh, etj. Pra, motocikletën nuk duhet ta përdorë, por ne me ligje kemi kështu dhe i përdorin ata, dhe po të shohësh motociklistat futen kështu, ndërpresin rrugën, shkren gjullurdira në trafik, e ajo që është me keqja rrezikon jetën e tyre dhe jetën e tjerëve, sepse me të vërtetë që rrezikohet ai, po hyn dhe ky tjetri në burg dhe s'del dot më. Edhe fatkeqësi se pastaj ka 101.000 modalitete për dal nga burgu për të justifikuar që kush ishte fajtori, si ishte fajtori, etj. Që janë vështirësi. Referuar disa shteteve prap, ku përmendëm edhe Francën, të cilat e kanë ndaluar totalisht përdorimin e skuterave elektrik ose monopatinave, ju jeni për këtë lloj mase ndalimi total apo për parandalim të tyre, për parandalim të aksidenteve duke e monitoruar dhe kontrolluar, le të themi, përdorimin e tyre? Jo, unë jam për
për ta studiuar një. Kjo duhet studiuar, sepse këta, unë nuk di sa monopatina ka Tirana, pa marrë Tiranën, që se këta njerëz që sot kanë monopatin, nese po të hiqen gjithë monopatin, gjithë ato hypin makinë, a do qarkullojmë do të me makinane? Lind pyetja, nese do themi pse i hoqëm. Pra duhet parë kjo, por duhet shtrënguar masa shtrënguese në këtë drejtim që të mos i përdorim pa kriter. Mos hypin 2 veta në monopati, se s'kan çfarë bën 2 veta. Ajo nuk është konstruktuar për një. Edhe shpejtësia besoj, nuk di vjen gjoba për monopatinat? Jo, nuk vjen gjoba. Këtu duhet me patjetër, për shembull, nëse te kalohet shpejtësia e përcaktuar, edhe këtu duhet kemi gjoba, apo jo? Siç marrin këmbësorët gjoba nëse kalojnë në semafor të kuq, kur nuk është leja e tyre për të kaluar në vizat e bardha, apo jo? Me ligj duhet marrin gjobë, duhet gjobiten. Kështu që edhe për ata duhet parashikuar për drejtuesit e monopatinave. Po duhen edhe masa tjera shtrënguese. Për shembull, një masë shtrënguese është që nëse një fëmijë merr një monopatin dhe del me monopatin, babai i tij duhet gjobitur 5.000 euro. 5.000 euro duket pak e shtrenjtë, ë? Jo, kjo është një ide juaj, apo jo? Po, duket e shtrenjtë. Jo, do funksiononte ndoshta, do kishte efekt. Jo, por është shumë e lirë kjo gjobë. Do llogaritur koston. Sepse ç'a ndodh? Më mirë pagush 5.000 euro sot, sepse nesër mos kesh djalin apo vajzën në shtëpi. E para ose e dyta, nëse përfshihet në aksident, po unë sepse fëmijët janë të ndjeshëm. Pra ne duket se fëmijët janë të vegjël dhe nuk kuptojnë. Po ta kuptojnë gjithçka. Nëse sot miratohet ligji, ai nesër thotë jo, thotë se më gjobisin babain. Edhe fillon e vjen kjo fjalë për ta dhe frenojnë ata, nuk hypin. Kurse sot 8 vjeç, 9 vjeç, 11 vjeç, gjithë monopatinave janë dhe rrezikojnë jetën e tyre. Po ajo në ardhmë në Shqipërisë. Pra ne rrezikojmë të ardhmen. Pra në këtë aspekt duhet parë, pra kërkon masa shtrënguese të gjithanshme. Në shkollë, edukimi, kjo, pra të gjitha format duhet të ekzistojnë.